Në prehërin e Gjalicës, aty ku ret puthin majat dhe fryma e poetëve bashkohet me aromën e tokës amtare. U mblodhen sërish fjalë, të njoma, të pjekura, të përflakura nga ndjenja. Krijuesit shqiptar, me zemrën plot dritë e mall, e sollën në këtë edicion të pestë frymën e shpirtit ton letrar, duke i dhënë fjalës krah dhe vargut jetë. Poezia nuk është vetëm art, por rrëfim i brendshëm i shpirtit shqiptar që nuk lodhet së kërkuari dritën, rënjët dhe ëndrrën. Në prehër të Gjalicës është më shumë se një tubim poetësh. Është një ritmim i kujtesës, një përqafim i gjuhës, një gjethe që luhatet në erën e ndjenjës. Këtu fjala merr frymë dhe krijuesit bëhen një zë i vetëm. Zë që thret dashurinë, mallin, kujtesën e dheut dhe bukurinë e shpirtit njerëzor. Edicioni i pestë vjen si një dëshmi e gjallë se letërsia jonë jeton, rritet dhe ndriçon. Ashtu si Gjalica që mbikëqyr me krenari këtë kuvend të ndjenjës dhe mendimit krijues. E kemi thënë shpesh edhe në evente të tjera që Kuksi konsiderohet si kurthiza e shqiptarëve, barazlargia nga kryeqendra në Maqedoninë e Veriut, që Shkupi, po kështu nga Prishtina, po kaq nga Tirana e kështu me radhë. Padyshim që Kuksi ka bërë bashkë shpesh shqiptarët, sidomos në momente kyçe shumë të rëndësishme për shqiptarinë. Gjithashtu, Kuksi ka bërë bashkë edhe artistët dhe shkrimtarët. Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve Dega Kukës për herë të pestë ka mbledhur në prehër të Gjalicës të gjithë poetët të cilët kanë patur kënaqësinë, interesin për të konkuruar në edicionin në prehër të Gjalicës. Padyshim që poezitë e tyre kanë sjellë tematika nga më të ndryshmet, që fillojnë që nga ato filozofike, tematika që kanë të bëjnë me ngjarjet, fenomenet të cilat po ndodhin ndër shqiptar, por edhe jo vetëm, edhe në përballë, gjithashtu ka edhe tematika që kanë të bëjnë me sensitetin njerëzor. Sigurisht që sa i takon mesazheve janë shumë të fuqishme dhe më vjen mirë që vit pas viti poezia vjen me një nivel të rritur sa i takon tematikës edhe mesazhit që përcjell, por sa i takon stilistikës mbetet shumë për të bërë, sepse me sa duket poezia kudo po kalon një moment jo të mirë dhe aktivitetet të tilla si ky i sotmi janë një shtys, janë një nxitje për ta zhvilluar më tej këtë lëmi kaq të bukur të letërsisë. Poetët nga Mërgata dhe trojet etnike shqiptare sollën në prehër të Gjalicës, aromën e vendlindjes që sutret as në udhët e botës, as në vitet e mungesës. Në vargjet e tyre tingëllon gjuha që nuk shuhet. E rrej zemra që s'harroj kur prej nga ka nisur. Ata e shëndruan mërgimin në poezi, dhimbjen në dritë, dhe mallin në urë që lidh brigjet e shpirtit shqiptar. Me praninë e tyre, Gjalica s'u duk më mal, por një nënë e madhe që përqafoi bijtë e saj të shpërndar, e në prerë të saj u ribashkuan fjalët, gjaku dhe dashuria për tokën që s'ka kufenj në shpirtin e poetit. Absolutisht, është gjithmonë kënaqësi, madje ata kanë filluar dhe planifikojnë, pyesin me muaj më përpara se kur përafërsisht do të jetë data organizimit të edicionit, me qëllim që të planifikojnë edhe prezencën e tyre, dhe ne ndjehemi të nderuar që ata janë pjesë e aktivitetit ton her pas here. Përkushtohemi të bëjmë punën e duhur, nënvizon zonja i Strefaj. Ajo çfarë bëjmë duhet të jetë pjesë e ngritjes atyre themeleve për cilat brezat e ardhshëm do të kenë vlerësimin e tyre. Është detyrë ndaj brezave për ta bërë detyrën tonë në çdo kohë me aq të si mundemi, me qëllim që zhvillimi i artit dhe i letërsisë dhe i poezisë në veçanti të jetë i garantuar. Ne kemi thënë që synojmë të ecim drejt paraqitjes përpara kombeve të tjera dhe me kulturën besoj se do ja arrijmë. Një dyshim, sot të gjithë jemi si shqiptarë dhe nuk ka rëndësi se nga cilat troje të Shqipërisë vjen apo qoftë edhe nga diaspora. Gjërat kufijt, diplomacitë që nuk arrin të bëjnë ato çfarë shqiptarët kanë nevojë bën arti dhe letërsia.
Kultura dhe arti janë urat që rrëzojnë çdo kufi. Poetët shqiptar me fjalën e tyre e kanë bërë të pamundurën. Kanë bashkuar zemrat përtej shteteve, përtej largësive, përtej kohës. Në lidhje shkrimtarë dhe artistëve Dega Kuks, si synim ka pas gjithmonë bashkimin me anë të këtyre aktiviteteve, bashkimin kombëtar në kuptimin e nëpërmjet artit dhe kulturës në përgjithësi, duke thënë kufit e vendosur padrejtisht në brenda trojeve tona. Çdo edicion të pjesëmarrësve, konkurruesve, pjesëmarrësh që kemi dhe nga diaspora, ne botojmë librin tip antologjie të gjithë autorëve pjesëmarrës, dhe kjo besoj do të ngelet dhe do lënë gjurmë në historinë shekuj që vjen pas. Ne kur e filluam si edicion, si fillim, bashkëbiseduam me gjithë stafin e lidhjes shkrimtarë dhe artistëve Kuks, ishin 2-3 diskutime ndryshme për emërtimin e saj, por kjo në prerën të Gjallicës ishte diçka që mbledh gjithë artistët, gjithë krijuesit në prerën e saj, në hijen e saj, në madhështinë e saj, që sot ne jemi mbledhur këtu. Madhështia e këtij emërtimi, sepse nga dita që ne filluam këtë edicion, vazhduan poetët krijuesit në përgjithësi të thuajnë vargje edhe për Gjallicën, pavarësisht se mund të ketë pasur herë pas herë nga poetë ndryshëm, por këtë herë është shumë më e shumë në kuptimin e krijimtarisë. Promovimi i librit në mërgim është si një lule pa aromë dhe me mungesë që ndjehet thellë. Ndërsa fjala e shkruar merr frymë vetëm kur preket me tokën, me historinë dhe kujtesën e vendlindjes. Vetëm atëherë libri fiton shpirtin e plot. Dhe autori Kurbexhi e ndjen se çdo varg i tij është thjesht fjalë, por rikthim, mall dhe përqafim me atë dheun që se harroi kurrë. Është mas pari është një kënaqësi për mua që vi në Kuks, gati është për hera parë që marr pjesë në Kuks, dhe është shumë e rëndësishme që ky libër të promovohet në Kuks për shkak se libri është një libër i cili prek edhe Kuksin edhe të gjitha fisat shqiptare. Pra pas promovimit që është bërë në Paris në tetor të vitit të bën tash para një muajve u bën në Paris, ku ky libër pati sukses të madh sepse shkruhet në gazetat kryesore, si gazeta kryesore prestigjioze Le Parisien, pastaj shkruhet në gazeta revista internacionale Diva Diplomatik, që është një ndër revistat më të njohura në këtë Evropën diplomatike, shkruan për këtë roman dhe romanin tim e krahason me shkrimtarët më të mëdhenj të botës, sepse ky nuk është më roman vetëm i Kosovës, por është roman me temë universale dhe ka arritë të krahasohet me Milan Kunderën, me Ismail Kadaren, me shumë personalitete të tjera botërore që ky roman. Prandaj për mua është një kënaqësi që ofroj sot lexuesit Kuksit dhe mbar shqiptar kudo, sepse këtu ka edhe pjesa të tjera. Pra kjo është ajo e veçanta për mua, kënaqësia për mua që unë sot vi në Kuks që të promovoj këtë libër, se ky libër do të promovohet edhe në Tiranë, do të promovohet në shumë qytete të tjera, do të promovohet po ashtu në diasporë përmes ambasadave tona të Kosovës që kemi atje. Domthonë është një libër që do të përkthehet edhe në gjuhën, për tani jemi të diskutime si për të përkthehet në Turqi, të përkthehet në Izrael, të përkthehet në Gjermani, në Angli e në shumë vende të tjera të botës. Kuksi është vendi jon, Tirana vendi ynë, Prishtina është promovuar në Prishtinë, para pak kohës është promovuar në Prishtinë, domthonë tani jemi duke promovuar vetëm në qytete të tjera të Kosovës dhe guri fakti është ashtu siç thoni edhe ju që peshon aty në vendin e vet. Edhe romani i cili shkruhet, edhe pikërisht është edhe tema e këtij romani, sepse ne nuk mund të shkruajmë, unë nuk mund të shkruaj apo asnjë shkrimtar nuk mund të shkruajë një vepër për Parisin ose për Londrën ose për një qytet tjetër, ose sepse duhet më shkruaj për vendin ku ke jetuar. Prandaj ky është një libër i cili flet për njerëzit tanë, për vujtjet tona, është një libër i cili është një saga e një familje shqiptare e Agim Berishës prej vitit 1130 deri në vitin 2024. Pra është një sagë e një familje e vujtjet të tëra të një familje shqiptare e përmes kësaj dihen edhe vujtjet e popullit shqiptar. Pra është një roman që nuk të lën qetëse, pasi ta mbyllish romanin sipas kritikëve francezë, ti je gjithnjë i kyçur në temën e këtij romanit.
kanë titullin Shqiptar pa atë. Pse është kështu, besoj që një pjesë më e madhe. Edhe në Zot ju bëjbe si shqiptar pa atë. Jo se zgjodha ku me le, fatim solli në Medveq. Aty ku kufit i ndanë me meq, e si ju sun gopën me atë që morën dje, bëjnë krime qdo mëngjes, fshin gjurën, emra, adres. Nuk lën gjurën as njerit të rrit, as në truall të vetë të jetoj i lirë, bota hesht, s'flet as kush, Medvegja qanë në mal e pa mbështetur nga askush. S'ka forcë që në ndanë nga toka ku gjaku në larë, për këtë tokë betohem prapë, vendin tim se shojtë do asma. Dhe unë falenderoj organizatorin, shoqatën e shkrimtarëve të Shqipërisë Dega në Kukës për ftesën që më kanë nisë dhe jam sot këtu në këtë manifestim i cili ka rëndësi për tërë kombin, po në veçanti ka rëndësi për Medvegjen sepse edhe Medvegja sot po merr pjesë këtu. Po është bashkim edhe shumë bashkim serioz i kombit shqiptar në një lami ndër më të rëndësishmet për jetën e kombit shqiptar. Jeta kulturore dhe krijimtaria letrare e tjera në lugin të Preshevës gjallëron në kushte dhe rrethona të jashtëzakonshme edhe shumë të vështira, por nuk ka ndërprerje, nga një herë me hapa më të vogël, nga një herë me hapa më të mëdhej, por të sigurt dhe nuk ndalet. Kjo është çështje relative, se gjithmonë mundet më mirë, por nëse nuk bëhet ndryshe atëherë edhe kështu bën të vazhdoj, veç mos më ndalë. Në pjesën emotive edhe në pjesën motivuese do me thonë shumë, sepse kjo na jep forcë që në Preshev, Medvegj e Bujanovës të bëhemi edhe më të qëndrueshëm. Shpallose kune nga rëmë të ishtë, su në as për turë, as për fjallë. Shanin e duhur së gjitha dhe në bari zotë shërruan, Ciceronin nga goja muzhure ishte e qeshur e saj, e shikoja në pishtë të syri. Kështeu kërë nga dalë nga unë, në shëtim të parë, në qenë një dek lumë, nga faqe të ngritën ty të të lunja, zemrë nga rejnë për njerë. Pjesa emotive që e bën të veçantën është se të gjitha troj shqiptare në këtë manifestim, jo vetëm këtë vetë që jemi prezentu, po une po thoja në 5 edicione kom marrë pjesë dhe ndihem shumë i privilegjuar dhe i kënaqur kur vi këtu takohem me poetë të ndryshëm. Prandaj kjo është një vepër madhështore e krijuesve shqiptar në përgjithësi. Bashkimin e bëjmë sidomos brenda vitit i kemë gjithsesi 2 herë në vit. I kemë drinën poetik, por edhe këtë manifestim që sot marrim pjesë. Vërtet, unë ndihemi privilegjuar, së herë bëhet në një takim në Kukës, kam kënaqësi. Nëse nuk është e tepërt, ta potencoj se në vitin 2016 kam qenë krenar në këtë Kukësin madhështor, kamtar, kur më është dramatizu, inskenu drama ime Cigare Shqicja. Prandaj, unë këtu ndihem shumë i privilegjuar dhe shumë i kënaqur që vi në Kukës se herë që ka nevoja. Takohemi nga të gjitha anët e trojeve shqiptare, nga Maqedonia, Shqipëria, Malizi, Presheva, Bujanovci e kështu me radhë, edhe Prishtinës kuptohet. Po na bashkon gjithë poetë e trojeve shqiptare, edhe ndihmë jetën me të vërtetë të lumtur. Edhe këtu kënaqna kur e shoh këtë ambient, kur e shoh këta shoshnin këtu, kur të recitojmë poezi për gjitha trojeve shqiptare, edhe po libri po na bashkon, poezia po na bashkon, me të vërtetë është një ndjesi shumë e madhe, një privilegj shumë i madh që edhe e ndih veten shumë të lumtur. Festimi po bëhen 2 herë në vit, po bëhet me 10 qershorin, do bëhen drini poetik, edhe kjo punës e vjeshtës, edhe këtu vime për herën prizeren Kukës, edhe këtu bashkohemi të gjithë
në një vend, në një sallë, që edhe këtu për që nuk është e ndasi ajo, nuk ka kënaqësia më e madhe, po shtohet numri i të rinjve. Poetëve dhe poetëve të reja, do më thonë që po kanë poezit tyre shumë bukra, po edhe po kanë edhe libra tyne, që me të vërtet, kur po i shohim ata rini që po kanë libra 2-13 vjeçare, ka bo libër ose ka bo poezi, aty është një kënaqësi shumë e madhe për neve, e mos jesëm vesh nga pjesa me më shumë me shtypën e moshë. Zgjedhën, dhe koshovesh, krejt me urdhët prahim rrugovesh, shka me por pak ma përtej, një burë me mështakte më vej, sytë mi kishë dhe pashtë zhari, komandant të mjashari. Por një vërtet edhe është edhe veshja kombëtare, se kjo është e jonja, është e ka mëtshme, edhe unë gjithë do të aboj dhe të këndoj me të se bëdo këtë vlerë për bashkët dhe bashkimit. Me këto të sotit mua më ngritet tek shpirti jeme dhe emocionim, kështu veç jemi të bashkuar. As një mur, as një vi hartes mund të ndalë frymën e poetit. Arti i tyre është një dritë që depërton përtej kufenjve, fjalë që bashkon atë dheun e një të vetë me gjuhë të shpirtit. Fjalët e tyre, barjerat i shëndrojnë në ura, e ndarjet në përqafime.